Rënja e flokut në mënyrë masive është një simptom, por gjithmonë mbrapa kësaj fshihet një shkak. Dhe shkaqet janë nga më të ndryshmet, njët mund të jenë sëmundjet e tiroides, si hypo dhe hipertiroza. Tjetër, do të thënë ndryshimet hormonale. Tjetër, mund të jetë një traumë fizike, edhe një traumë emocionale, sepse gjithë energjit që ka organizmi jonë kalojnë për të kaluar këtë traumë, të sëmundje, dhe floku që është një aksesor për ne, i mungojnë energjit, detyrimisht të filloj të bie. Dhe një rregullues shumë i mirë i pasojës dhe është edhe suplementi që ka Novo Pharma. Sepse shpesh herë shkak i rënjes masive mund të jenë dhe deficitet ushqimore. Në vitaminën B7, në vitaminën B12, në acidin folik, në hekur, dhe deli superher i ka të gjitha këto element. Pijet 2 kapsula në ditë,